Skulptura Peshkatari ka rënë prej dëmtimit sërish, ndërsa historia përsëritet me objektet monumente të hapura që ndodhen në qytet dhe nuk ka asnjë reagim institucional. Vetëm pak muaj më parë, skulptura që njihet si Peshkatari dhe ka simbolikën e peshkimit u rivendos në vendin e saj, pasi ra prej dëmtimit. Ka ndodhur e njëjta situatë dhe rasti është pikasur me nqezin e së enjtes. Pamjet tregojnë se vepra është dëmtuar në pjesën e krahëve, ndërsa i mungojnë aksesorët që e shoqërojnë. Nuk është hera e parë që ndodh kjo dukuri me veprat e artit që ndodhen në natyrë në Durrës. Pak ditë më parë, media ka raportuar për dëmtimin e veprës Gladiatori dhe skulpturën e këngëtares së njohur Tina Turner. Por këto raste nuk kanë pasur asnjë përgjegjës, pasi autorët nuk janë vënë përpara përgjegjësisë. Skulptura Peshkatari ndodhet në afërsi të brekut të detit në vendin e quajtur Sfinksi dhe është vepër e artistit Tyber Neziraj, e cila është restauruar disa herë fal kujdesit nga Agjencia e Parqeve Urbane.